ambasador përfaqet zoti Agim Ademi. Nga sot ambasador përfaqet. Në shokim zote, shokim e paqes, në ambasador e paqes në Shqipëri. Zotën që letohet, ditë sobës e di. Para në thanë e këzok që pramër si. Falenderit për gjithë në qatë e lonë lorë, panelën e falenderit shumë të Presidenti federal do futebol de Kosovë, Agim Ademi, ambasador përfaqet. E shoqëron e profetit të qast, moment shumë emocionues, zoti i jep titullin ambasador përfaqet, zoti Agim Ademi. Nga sot ambasador përfaqet. Këtë titull, pikërisht ja u dedikoj atyre veprimtarëve të paqes në të cilët kam punu shumë dhe aty ja u dedikoj këtë sepse ata më kanë bërë që janë. Do kam gjithmonë respekt dhe nderime për ta. Ja u dedikoj të gjithë të dëshmorëve dhe herojve tonë që dhanë jetën për liri. Lavëria atyre për veprat e tyre. Dhe njëkohësisht edhe pjesës tjetër të humanistëve, të cilët bashkarisht kemi bërë gjëra. Aq sa kemi mujtë dhe sa ka pas nevojë për ta, nuk e kemi bërë më të mirë të mundshme, por atë që kemi mujtë dhe jemi shtri përveç Kosovës, edhe në të gjitha trojët shqiptare, me shoqatën e humanitare, jetimat e Ballkanit ku i pri, i malli Halit Kastrafi. Bashkarisht ne kemi bërë veprime. Këtyre humanistëve i thanë Zoti kur mos i humbë. Mirë nga gjithë tyre, heroizmi tyre.